veneciane, edhe kur shkova atje, unë mendova se do gjysha thjesht kështu, një fabrikë, ndoshta kur do të jetë në makineri që i prodhoi këta gjona, por jo, në fakt s'ishte ashtu, ishin artizane që prodhoishin maska veneciane nga fillimit e parë që ishte një copë letër deri në pjesën e fundit që ishte diçka nuk e di, ngela pa fjalë dhe më se ishte një krevepër. Se me vërtet me fillu nga atë copë letër e me shku nga një maskë që kam treguar në të videos time, është diçka e papame. Me vërtet ishte diçka për tu habit se si e bëjnë ata maska, edhe për tu lavdru puna që nis atje, se ka qenë një shqiptar që ka fillu atë puna, ka qenë në Venecia, edhe mësnaj ka marrë prap atë puna, e ka mësu atje, e ka pru për këtu të shtëpia vetë në Shqipëri, edhe ka zhvillu një fabrik, një showroom mësnaj, kur edhe mund të blej normale dhe maska, por gjë më bukur është që bëhet një maska veneciane fiksë, si që është historia e si që e do arti veneciane. Kështu që gjithë puna me dorë.